Ndarja nga jeta e këngëtarit njohur Shpat Kasapi, në moshën vetëm 40 vjeçare, ka tronditur thellë jo vetëm familjen e tij, por edhe mbar opinionin publik në Shqipëri, Kosovë dhe komunitetin shqiptar jashtë vendit. Publiku e priti lajmin me trishtim të madh, ndërsa rrjetet sociale u mbushën menjëherë me mesazhe pikëllimi, me njerëz që shprehnin se një figurë kaq e dashur nuk duhej të ikte kaq papritur. Shpati, i cili prej vitesh ishte bërë pjesë e pandare skenës muzikore, kishte fituar zemrat e njerëzve me thjeshtësinë, zërin e tij karakteristik dhe prezencën e qetë që reflektonte mirësi në çdo paraqitje. Në momentin tragjik, ai ndodhej në Itali së bashku me bashkëshorten dhe djalin e tyre të vogël, të cilët e shoqëronin për një takim rutinë mjekësor për djalin. Udhëtimi i duhej të ishte i thjeshtë, i zakonshëm, si shumë të tjerë që çifti kishte bërë më herët, por brenda një kohe shumë të shkurtër, gjithçka ndryshoi. Në orët e vona të smartës, Shpati është ndier papritur keq, duke i alarmuar familjarët që ndodheshin pranë tij. Sipas burimeve të afërta me familjen, reagimi ishte i menjëhershëm. Kërkuan ndihmë, u munduan ta stabilizonin, por gjendja e tij u përkeqësua me shpejtësi. Në një intervistë për gazetaren Ana Kurtit Top Channel, vëllai i tij, Albini, rrëfeu me zdhimjes se ndihma e parë mjekësore i është dhënë Lubanes, por pavarësisht çdo përpjekjeje, artisti nuk ka mundur të mbijetojë. Ai tregoi se familja fillimisht e ka përjetuar lajmin me mosbesim të plot, duke shpresuar deri në minutën e fundit se gjithçka ishte një gabim. Na thanë se kishte ndëruar jetë, por ne nuk donim ta besonim, u shpreh ai. Prisnim që nga ajo dhomë mjekësore të vinte një lajm tjetër, një lajm i mirë, por për fat keq nuk ndodhi. Sa i përket historisë shëndetësore të Shpatit, Albini konfirmoi se këngëtari kishte pasur shqetësimet e lehta me zemrën, të cilat ai i mbante nën kontroll përmes konsultatave dhe vizitave të rregullta. Sidoqoftë, as familja dhe as mjekët nuk e kishin konsideruar ndonjëherë situatën si rrezik serioz për jetën. Ai kishte një mënyrë jetese të qetë, për kujdesje ndaj shëndetit dhe një përkushtim të veçantë për familjen, sidomos pas ardhjes në jetë të djalit të tij, që për të ishte bekimi më i madh. Ndërkohë, trupi i artistit ndodhet në Itali, ku autoritetet mjekësore po vijojnë procedurat standarde për raste të tilla. Vetëm pasi këto hapa të përfundojnë, do të kryhet nisja e trupit drejt vendlindjes, ku familjarët, të afërmit dhe miqtë e tij presin t'i japin lamtumirën e fundit, duke e nderuar ashtu siç meriton. Në shtëpinë e familjes Kasapi, njerëzit e të gjitha moshave janë mbledhur për të përcjellë mesazhe ngushëllimi, për të kujtuar kohët e bukura që kanë kaluar me të dhe për të shprehur respekt për një djalë të ndershëm, të qetë dhe të edukuar. Humbjaja e tij konsiderohet një nga më të rëndat e viteve të fundit në botën e muzikës shqiptare. Shpati ishte në një moment të ri të karrierës, me projekte të reja muzikore që pritej të publikonte, si dhe me plane profesionale që ai i kishte shprehur edhe në takimet e fundit me kolegët. Të gjithë ata që e kanë njohur e përshkruajnë si një njeri të thjeshtë, pa konflikte, plot energji pozitive dhe të gatshëm për t'i bërë njerëzit të ndiheshin mirë. Në rrjetet sociale, videot nga koncertet e tij, momentet e intervistave, buzëqeshjet e sinqerta dhe fotot me familjen po shpërndahen çdo minutë. Fansat shkruajnë se ai nuk iku, por la pas një trashëgimi muzikore që do të dëgjohet për vite me radhë. Për shumë nga ta, Shpat Kasapi nuk ishte vetëm një këngëtar, por një simbol i një brezi të tërë. Një artist i rritur mes publikut, i cili solli hite që janë ende pjesë e kujtimeve të shumë njerëzve. Edhe pse jeta e tij u ndërpre papritur dhe në mënyrë të pabesueshme, kujtimi i Shpat Kasapit do të vazhdojë të jetojë. Muzika e tij, fjala e tij e butë dhe personaliteti i qetë mbeten si dëshmi e një njeriu që i dha artit shqiptar shumë më tepër se sa mori. Për familjen, miqt dhe publikun, Shpati do të mbetet përgjithmonë një zë i paharrueshëm, një zemër e mirë dhe një dritë që u fik shumë herët.